Një atentat mafioz ndodhi pas ditën e së martës në rreth rrotullimin e Rinasit, ku viktim mbeti Gilmando Dani, 47 vjeç. Zona ku ndodhi atentati konsiderohet ndër më të sigurtat, e cila monitorohet jo vetëm me kamera sigurie, por edhe nga forca policore. Krimi ndodhi pak minuta pasi ministrja e Brendshme Albana Koçiu, gjatë një raportimi në një prej komisioneve parlamentare, tha se Shqipëria është vendi më i sigurt. Lidhur me ngjarjen, ka reaguar deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu, sipas të cilit kur krime të tilla ndodhin ndër vendet më të sigurta, atëherë çfarë mbetet më? Vetëm 10 minuta pas mbylljes së Komisionit të Punëve të Brendshme dhe të Mbrojtjes, ku opozita i kërkonte llogari ministres së Brendshme dhe kupolës së Policisë së Shtetit për mungesën e sigurisë në vend, ministra me përbuzje deklaroi se Shqipëria është vendi më i sigurt dhe me një rritje të vazhdueshme të sigurisë. Por menjëherë më pas ndodh një atentat mafioz në aeroportin e Rinasit, zonën që supozohet të jetë më e sigurta në Shqipëri. Ky fakt tregon qartë se qeveria ka në plan të fshehtë të vërtetën, sepse është bashkëpunëtore e drejtë për drejtë me ata që kryen këto atentate, duke rrezikuar jetën e të gjithë shqiptarëve. Kur aeroportet nuk janë të sigurta, kur shkollat nuk janë të sigurta, kur gjykatat nuk janë të sigurta, çfarë mbetet më? Shkruan Balliu. Ndërkohë detajet të reja janë zbuluar për atentatin e sotëm në Rinas pas gjetjes së automjetit tip Toyota të djegur në fshatin Halil të Fushkrujës, i cili është përdorur nga autorët e atentatit. Policia bën me dije se brenda mjetit të djegur janë gjetur 4 armë zjarri, të cilat dyshohet se janë përdorur në atentatin e sotëm. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po kërkon të mbledh prova që të mund të dërgojnë më pas në identifikimin e autorëve.